Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në qendrën e numrimit, po vazhdon procesi numrimit të votave të ardhura me post. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi deklaroi se synojnë që deri nga mesi i javës ta përfundojnë numrimin e të gjitha pakove. Gjatë 2 ditëve të fundjavës janë numëruar 80 nga 223 kuti votimi ku janë sistemuar pakot e supozuara me fletë votime nga votimi me post jashtë Kosovës. Synojmë që numrimi të gjitha fletë votimeve nga votimi përmes postës të përmbyllet në këtë mesjavë. Në përgjithësi, nga 85.790 pako të supozuara me fletë votime që janë tërhequr nga kutit postare të KQZ-s jashtë Kosovës, në procesin e numrimit do të përfshihen 82.809 pako të tilla dhe vetëm pasi zarfi të hapet nga ekipet e numrimit do të dihet me saktësi nëse brenda këtyre zarfeve është edhe fletë votimi i cili pastaj i nënshtrohet procesit të numrimit. Ndërkaq në numrim nuk do të përfshihen 2.891 zarfe, të cilat janë refuzuar nga shërbimi votues, pasi nuk e kanë kaluar procesin e verifikimit. Ndërkohë, Ministra në Detyre Drejtësisë Donika Gërvalla ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje dhe partnerët e saj do të presin certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve para se të marrin qëndrime lidhur me bashkëpunimet politike apo procesin e zgjedhjes së presidentit. Këto komente ajo i bëri në hapjen zyrtare të javës për ndihmë juridike falas. Nuk i kemi ende rezultatet përfundimtare të certifikuara. Kur ti kemi rezultatet e certifikuara, do të shohim se cilat janë mundësit që na ofrohen. Unë shumë shpresoj dhe jam shumë optimiste që nuk do të ballafaqohemi edhe njëherë me blokada të pakuptimta, edhe me bllokim të institucioneve të shtetit, por siç e keni parë edhe para zgjedhjeve të fundit, nuk ka qenë në dorën tonë sepse ofertat kanë qenë më shumë se gjeneroze, mirë po janë refuzuar. Shpresoj që mandati i fuqishëm që e jep vota e qytetarit këtë herë do të respektohet deri në fund. Ju faleminderit. Po nuk diskutojmë na as për vijat kuqe, as për koalicione të cilat do t'i shohim pasi të kemi marrë rezultatin përfundimtar të certifikuar me qëllim që ta dim cili është mesazhi i qytetarëve. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues ndaj Hysris Selimit, duke dënuar me 6 vjet burgim për veprën penale të spionazhit. Aktgjykimi është shpall të hënën nga kryetari i trupit gjykues Leon Përlaska së bashku me anëtarët e trupit gjykues Medie Bytyqi dhe Kushtrim Shyti. Gjykata gjithashtu e obligoi atë të paguajë 100 euro për paushallin gjyqësor dhe 50 euro për fondin për kompensimin e viktimave të krimit. Ndërkohë, gjykata themelore në Prishtinë u ka caktuar masën prej një muaj para burgim 5 të arrestuarve në ndyshim se kanë marrë pjesë në masakrën e Reçakut. Sipas prokurorisë speciale, të arrestuarit kanë qenë pjesëtar të njësive speciale të policisë së Serbisë dhe janë identifikuar pas hetimeve disa mujore. Autoritetet thonë se operacioni është mbështetur në prova, dokumentar, materiale filmike dhe dëshmi të siguruara nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Ndrojmë temë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka njoftuar se për shkak të rinovimit që po zhvillohet në qendrën e hemodializës, pacientët e përfshirë në program do të marrin shërbime përkohësisht në qendrat e hemodializës më të afërta me vendbanimin e tyre. Sipas njoftimit të klinikës nefrologjisë, ky organizim është bërë për të siguruar vazhdimsinë e trajnimit dhe për të ruajtur standardet e larta të kujdesit shëndetësor pa ndërprerë ofrimin e shërbimeve për pacientët që kanë nevojë për hemodializë të rregullt.
Policia e Kosovës ka njoftuar për statistikat e përgjithshme për 24 orët e fundit, gjatë të cilave janë regjistruar 10 aksidente trafiku dhe janë shqiptuar rreth 2000 gjoba për shkelje të rregullave në komunikacion. Sipas raportit policor, gjatë periudhës raportuese janë shënuar 2 aksidente trafiku me fatalitet, 23 me persona të lënduar dhe 14 të tjera me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe kohore, policia njofton se ka arrestuar 27 persona për vepra të ndryshme penale, ku 19 prej tyre janë dërguar në mbajtje.